Shumë e mirë stalla e viçave. E viçave? Po, kjo është e Janë të vegjël? Të janë të vegjël, tash këtu janë ka 2-3 javë, 1 javë. Si e si bim këtu, 1 javë i maj me qumë shlope, po gjithë jepëm qumë shlope jopëm, deri në 3 muaj qumë shlope jopëm. Deri në 3 muaj qumshin e lopës. Qumshin e Pastaj lopës. si japëm? Po tani ushqimin e kena kështu, koncentratët, gjitha çka duhet. Edhe shkon, kështu i kem diku një 42-3 viça. Sa janë gjithsej? 42-3, po janë gjithë viçat e lopëve tona, e kupton, nuk jena kështu. Po, s'kem der, janë gjitha të... Gjitha janë lopëve tona. Filloni nga më të vegjël, çaka. Fillon me të vegjël deri te atje më të rriturit. Se i mërzitur, çaka. Çaka. Sa të vegjël. Sa të mirë. Nuk i nxjerr jashtë. Ja, si nxjerrim jashtë janë vegjël, da. Si nxjerrim jashtë ujin e kanë brenda, pinë ujë. Bes edhe pasërtien e mbajmë nivel. Stalla është e re. Stalla është e re. Stallën e kena bë për lopë tona, me folë drejt. Po, këtë janë më të rritur. Më të rritur. Ta i gati kanë ka 3 muaj ta. Janë 3 muaj tani dhe do hanë, nuk ka nevojë për ta janë qumësh. kategorizohen. Ma të mëdhjetë dhe shkojnë dhe ma të vegjlit. Vetëm qumësht? Apo edhe mish, të më thënë që përdo në ferma? Me ferma vetëm qumësht. Qumështin e qënë të pashtriku, vjen e merë e me folë drejt për çdo ditë. Qumështin e lopëve. Tash i kjenë 93 krerë lopë. Qumështore. Jo mish, nuk përdore. Mish, jo, mish. Tash këto dhe ti rritum këta. Do t'i rrisësh. Po, edhe ti shesim ku ti bëjnë nga 5-6 kg. Ti vetë hamish, apo e ke kështu ku shikon postë? Jo, me folë drejtën e mishin, apo jo shumë pak. Shumë pak. Folë drejtë kam shumë qef, ma shumë peshku se Kur i shef të vjen keq, jo, thot ja hangë to. Po në një dhe morëm edhe na për veti ka një vizë vogël. Shumë mirë, kushtet i ke shumë të mira. Kushtet mirë, janë pasërtia është nivel, aerosia o nivel. Dua të më tregosh pak edhe vendin e mjeljes. Vi këtu vendin e mjeljes atje kem të... E ke tjetra, po, poshte, pashe kishe të automatizuar. Po. Ku more eksperiencë që i bërët gjitha? Me falë drejt, kena dalë na për Kosovë dhe na me vizitu, kena pasë dhe na lopë. Edhe ma përpara, para 20 vite, po tani kena shiku, në përket shtallat, në përket Kosovë, në kena po. Shqipëria është më mirë apo Kosova, po flasë për infrastruktura, jo për tjera. Me falë drejt si kom vizitu, në Shqipëri të në është më mirë, se ka shtalla shumë të Kështu thonë, po s'ke qenë? Kështu, pas kam qenë, ja. Shiko emisionin. Kështu thonë që ka shtallat më dhaja, atje me ka 5-600 krerë lopë. Atere, këtu mbas kam ushqimin. Po, ushqimin e kemë. Ato po vinë të gjitha tani, se kuptuan që erdi ora bukës. Erdi ora bukës, po. Që është kjo pajisja? Kjo pajisja është për pastrimin e pleurit. Pastrimin e kujt? Plehut. Pastrimin e pleu i tyre. Në mënyrë automatike dhe këtu poshtë e kemë rezervarin 580.000 litra. Që bëhet pleu që vjen këtu, uji, gjithë dëpërton poshtë, në rezervarin e kemë 580.000 litra. Që bëjmë për arra që plenujmë. Plenimin e arrave. Ndërkohë ato kanë mënyrë automatike shkojnë. Kanë kohë, fillojnë hanë. Aty dalin, ku dalin dhe futen? A shkojnë për të mbjell atje. Po. Këtu futen, edhe mbyllet e dera atje, edhe hynë atje. Ka 8 koka lopë, 8 krerë. Këtu rinë të gjitha? Këtu rinë të gjitha. E kanë shtratërat për me fjetë. Do me thënë, dëjnë dërë tani jashtë, hanë, dalin prapë? Pap, dalin prapë, marin reze, vinë, brenda, pinë ujë. Hajnë ushqim. Të që kam kam. Dua të më tregosh vendin e mjelit, se më ngacmoj kur erdha e pashë. Po ha bukti. Ju bëf të mirë. Nuk po ju ngacmoj. Ju pafshim. Sa mjeli e ka në ditë? 2 mjeli, me në gjesë dhe mbrëmje. Kush i bënë? Vën Nusja. Nusja mërë dhe mjeli? Po, Nusja mire, në ora 4:30 vjen kënë, 5 vjellë mjelja. Nusja është kështu pjesë e familjes, apo je për rogë? Nusja ime. Jo, po je për rogë, apo i ka? Ja, pa rogë s'po nënë dhe e dënë. Me rogë Nusja? Pa i ka qedhë rogën e matë madhe, bili. Jo, ma ja. Dëgjo, të luta ma tregos të ka rogë Nusja. Nusja ka 1.000 euro. Edhe 1.700 me rogë në mujtë. Po pse, 700 që pse merë? I merë për tjetërës firme, dhe aja s'po nënë po qenë. Po punë të shpis, apo? Ja, mërë kështu i merë vetë. Bravo, kështu ka lezet. Këtu punon Nusja. Po, këtu punon. Nuk është tani? Ja, së është tani. Këtu sistemi mjeljes, jenë 8 krerë lopë midën, këtu e kemë brapa laktofrizën e qungësi që deli freske, drejtë laktofrizën. Del direkt, do më dhe nuk ka edhe për shumë punëtor. Ja, s'ka, këtu punëtor, po në 2-3, po s'ka këtu, kretë mënyrë automatike është.
Sa mirë që e ke bërë, bravo. Pasetia është nivel me fort drejt, pastër. Çdo ditë o kështu. Kjo është që shkon pastrimi i thundrave. I thonë, bëhet pastrimi i thundrave. Dhe pastaj. Blove dalin në çfarë ore vjen nusja këtu që fillon puna? Në ora 5 e fillon. Fillon puna. Në ora 5 e fillon. Mielja e parë. Mielja e parë. Edhe mbrëmje, 5 mbrëmje. Në 5 edhe në 5 ajo ka punë këtu. Edhe merr 1.000 euro në muaj. Edhe më shumë mund të marrësh nëse. Po, nusja merr edhe më shumë, po këtu ka Këtu kemë për dezinfektim, kushtin në shtallë, dezinfekton. E këtu e kemë dhomën e doktorit. Këzë brenda. Këtu e kemë dhomën e doktorit, shka duhet gjitha pajisë, që duhet ilaqës, që ka përdorët. Këtu i kemë sistemin e kamera. Po të më thënë këtu i ke të gjithë në kontrol. Krejt, i kemë nërë kontrol, këtu i kemë dhoma e doktorit, si thujna. Po doktori ku është? Po doktori vjen për çdo ditë. Vjen për ditë. Për çdo ditë i ka. Po, që ka nevoj vjen edhe 2 herë në ditë. 2 herë, 3 herë, si pas nevojës. A i është në këtu, në Suarek, apo? Po, në Suarek është, Suarek, një fshat afër. Këtu vjen për çdo ditë. Dhe këtu e ke gjithë paketën e kontrollit. Këtu e kemë laktofrizin e qumshtit, që del direkt prej mjeljeve të lopëve. Në mënyrë automatike, po ta qumshtit me nxes e ka marrë, e ka marrë qumshtin në mëngjes? Po, ke pastrën vetë automatikisht, pastrohet vetë, e bën pastrimin vetë, edhe larja gjitha ke në mënyrë automatike bëhet. Kjo është laktofriz qumshtit. Dhe qumshtit ty të del te... Po, që ku del qumshtit prej këtu edhe direkt të vjen. Direkt e marrin ata, ti s'ke fare... Ja, s'kem të... Automatike çdo gjë dhe... Kjo siguron edhe nivelin e pastërtisë, për cilën... Niveli i pastërtisë është me fort drejt 100% edhe cilësia. Kështu që me këtë cilësi do kesh më shumë subvencion nga shteti këtë vit. Po, patjetër. Sa ja ke vënë syri? Po, me gjithë komunja kena vënë syri ndikon një 70.000 euro. Bashkë me parat që do marrësh nga komuna? Po, me gjithë komune folim. Pra, a i ka 100, gati 100 krerë dhe merë gati 80.000 euro. Po i thëmë me subvencionime, se kena subvencionime në adhëtarave, subvencionime qumshtit. Jo, po flasë edhe për qumshin. Për qumsht, ashtë i kemë 10 centikun. Komunja të re për afërsisht, 7 i kemë shtetin që jemë. 70.000 euro. 70.000 euro. Ti dim që të bëjmë krasimet, shumë interesant. 75.000 euro. Këtu e kemë kuzhinën e punëtorve për ngrënje. Këtu kemë kuzhinën. Qanë me ushqimin e tyre? Po, qanë ushqimin punëtor që rrinë. Sa punëtor janë gjëset? Gjëset janë 10 këtu. Për gjithave për gjithë këtu që ka punon që të kompleks gjithë. Këtu kemë me banjë. Edhe për arat.